Sekretari i përgjithshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim, Arbar Ademi, ka deklaruar se BDI do të bëjë çmos që të mos kalojë si shta ligji i Karakamishevës dhe servileve të saj si jeton Shasivari. Ai u shpreh se BDI-ja me kohë ka alarmuar se ky ligj tërësisht e minon dhe blokon amandamentin 6 të Kushtetutës, pra si shta përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Më mbani për fjalë, nëse sjellet, a ne do të bëjmë çmos që mos sjellet ky ligj, nuk do të ndryshojë gjendja nga sot. Nga gjendja pa ligj. Domethënë sot s'kemi ligj, s'kemi kuota etnike, edhe nëse sillet fare nuk do ndryshoj. Prandaj maksimalisht do të bëjmë çdo përpjekje demokratike, duke shfrytzuar çdo mekanizëm demokratik në kuadër të Kuvendit Republikan, që mos të lejojmë që ky ligj i Karakamishevës dhe servileve të saj si jeton Shasivari të mos kaloj. Ademi foli dhe për ndryshimet e propozuara në kodin zgjedhor, të cilin LSDM-ja opozitare ka paralajmëruar bllokadën në kuvend. Ai tha se për këtë ligj nevojitet konsensus politik dhe etnik. Pa konsensus etnik dhe politik nuk mund të miratohen rregulla me të cilët përcaktohen rregullat për zgjedhjet, qofshin ato parlamentare apo lokale apo edhe presidenciale. Kështu që ne mbajmë qëndrimin se në çfarë do lloj ndryshimi në kodin zgjedhor nevojitet konsensus etnik dhe politik. Lidhur me kërkesën e BDI-s, Ademi tha se partia ka propozuar një njësi zgjedhore, lista të hapura dhe një prag zgjedhor prej 5%, por se ky propozim tha se nuk është miratuar. Kujtojmë se për ligjin në fjalë, bllokat kanë paralajmëruar LSDM dhe Levica.